Unë tash e sa vite mundohem çdo ditë më shumë të punoj në vetëdijsim sa i përket shëndetit, po një konferencë e tillë, një punë e tillë që Chester Group organizon dhe që me një pozitivitet si çdo herë doktori gjithmonë i gatshëm me kontribut tek opinioni tek pacientët, e bën edhe më të begatshme si ide këtë. Po do doja fillimisht, megjithse kemi vetëm një mashkull në studio, po prap do t'ja përparësi flutur sepse ideja e konferencës, unë e thash me shumë krenari e me shumë krenasi, pranova me nda tek shikues tonë, të cilët e besojnë shumë informacionin kur del nga ne. Ideja është fantastike, sidomos më shumë është e nevojshme, sepse stili i jetës nuk është më stili që duam, është stili që po na imponohet. Sakt. Faleminderit Saranda, është kënaqësi me e nda këtë diell me juve, me shikues të Kanal 10 dhe familja jonë. Lifestyle Conference 2025 ka për temë këtë vit, si viti i parë, Lifelong Health and Harm Reduction, apo shëndeti përgjatë jetës dhe reduktimi i rrisqeve, që është një temë e cila na prek në përditshmëri dhe synon që të mbjell zakonet e mira, zakonet e përditshme të vogla, që reduktojnë domethënë riskun në secilin aspekt shëndetësor, në secilin aspekt të jetesës dhe na largojnë nga ato zakone që nuk janë të përshtatshme për stilin e shëndetshëm të jetës dhe janë të dëmshme për shëndetin tonë. Kjo ka ardhur si një ide që duke pa dinamizmin, duke pa jetën e shpejtë dhe duke pa që nuk i kemi kurrë mbase 10 minuta për veten, apo lemo një orë për veten gjatë ditëve, vjen një pikë ku thu që hajde t'i japim diçka komunitetit, që i jep material me mendu, me reflektu dhe me vazhdu një rrugtim, apo me fillu bashkë një rrugtim që na kontribuan të gjithve. Nëse nuk mujmë një orë në palestër, mujmë 10 minuta të shtëpia me pas një shtriqje të muskujve, një zgjatje, një nxemje, sa për fillim një ecje, sa për fillim të mbarë të ditës. E kjo është një reduktim, për shembull, një reduktim dëmi që e bëjmë karshi shëndetit tonë fizik. Kështu që besoj që shumë këto edhe shumë tema tjera kanë u trajtu. Jam shumë e nderuar që e kemi Dr. Rëshit Ismaili, një pjesë e panelit të tretë që do të diskutohet për stresin post-traumatik dhe mënyrën se si ta reduktojmë riskun e PTSD-s dhe nga aspekti i përgjithshëm dhe me çka përballet domethënë dhe mjekësia e përgjithshme e tjerë. Mirë po, ne si konferencë synojmë që të kemi shumë pjesëmarrës, ka shumë të interesuar, dhe të gjithë të interesurit munden me u regjistru të linku që kemi bë share në rrjetet tona sociale. Po, do ta bëjmë share edhe tek familja jonë, do të keni mundësinë që edhe tek faqja e Lifestyle Conference, edhe tek familja jonë, të shkoni tek linku, të regjistroni dhe të merrni pjesë, që të jeni sa më afër çdo informacioni që do ndahet gjatë gjithë ditës me datën 13 nëntor.